Në çfarë situate gjendet Lezhë sot? Po zhvillohet. Kemi disa projekte në zbatim. Projekte që vinë nga qeveria dhe projekte nga pushteti lokal dhe projekte që vinë nga donatorë. Pra në të tre frontet ne fatmirësisht ngelemi në avangard. Edhe për sa i përket projektet fituara nga qeveria, jemi ndër më të mirët, edhe për sa i përket buxhetit që kemi vetë, ne kemi la borxhet, kemi zero borxhet, unë kam gjetë me 4.6 milion euro borxh. Sot e kemi me zero. Kemi dyfishu buxhetin, ka 12.7 miliard që e kam gjetë, e kam 25.5. Dhe synojmë ta çojmë më shumë vitin që vjen. 59% buxhetit ne e çojmë për investime, kemi ndrruar raportin një raport që ka qenë në favor të rrogave, ne kemi shkurtuar organik, kemi bërë shpërndarje më të mirë dhe jemi në 4 bashkitë më të mira për thirrjet me donator. Zoti Ndreu, gjatë udhëheqjes suaj si kryetari i një vendi siç është Lezhë, si ka qenë eksperjenca juaj, apo a ka ndonjë projekt të cilit ju i dedikoheni me shumë krenari, të cilin do ta veçonit? Ka disa, po projekti i sistemimit kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të bardha në qytet që është në proces është një ndër zgjidhjet më perfekte që qytetarët prej vitesh e kanë prit, por që ka qenë një ëndër që për shumë kënd ka qenë e pamundur dhe për mua në fillim ka qenë po sot jemi në implementim. Ai qytet nuk mund të bëhej nëse nuk do hiqen ujrat e zeza dhe të bardha. E para me një orë shi aty përmbytet. Dhe ujrat e zeza binë në dri dhe janë të shpërndarë. Ky në fakt ishte problemi kryesor që ne donim ta diskutonim për hapësirën që i kemi dhënë bashkive në labirint në Tru. Sa përqind mendon se e ke zgjidhur, sepse ai është një problem afatgjatë? Unë mendoj se në qytet ne sot kemi më pak se 80% të territorit që kishim të prekur nga përmbytjet. Kemi disa zona që zona Spitenit për shembull, një zonë në Grash Zojs, një pjesë që është amortizuar, po kështu në Blenisht është një zonë. Kemi disa zona në Trovis, afër hidrovorit është një zonë, 4 zona që i kemi të identifikuar problematike, por kemi bërë 700 kilometra kanale kulluese dhe ne nuk jemi më në një emergjencë ku na rrezikohen banesa. Këtë projekt e konsiderojnë pikën e dobët apo të fortë tëndën gjatë qeverisjes së kësaj bashkie? Të fortë, se ne kemi kap dhe kemi trajtuar 2 shtyllat kryesore të kanalizimeve dhe ujrave. Jo, e kemi thënë turizmin dhe bujqësinë. Po. Pa në zhvillimin e qytetit, normalisht në funksion e turizmit. Edhe të një qyteti më të jetueshëm, ne duhet të adresonim të dy pjesë. Tani kemi për të adresuar parkingun autosor, janë 2 çështje, dhe një park kreativ ku njerëzit të dalin, gjithë grup mosha të dalin dhe të shpenzojnë kohën me një pedonale që do e bëjmë tani. Por rikuperojmë, është bypassi i Shëngjinit tash, dhe ajo që përfundimisht më ka ndryshu, domethënë humorin, është Milot Balldareni që sapo u dha. Lezhë përfundimisht del nga situata e ngërshit për sa i përket trafikut në sezonin turistik, po kjo do kohën e vet, besoj për 2 vjet ajo është gati dhe do zgjidh problemin se po të dalsh nga Talja del në 90 gradë, po të dalsh nga Shëngjini del në 90 gradë, po të dalsh nga Ishull Lezhë del në 90 gradë. Po del nga qyteti del në 90 gradë. Pika jote e fortë është edhe diçka tjetër, Pierin, që unë e kam vënë re, por dua që të jesh shumë i sinqert. Në tërësi, gjitha bashkitë që kanë turizmin brenda në ver janë të papastra dhe problematika më e madhe janë beturinat. Ti si e ke zgjidhur? Nuk e diskutojmë asnjë. Ke pasur një nën kontraktor që është marrë apo e ka bashkia totalisht? Që nga data 1 qershor, për ashtu zonë e Zadrimit është akoma nën kontratë, në Shëngjin qytet dhe në Shënkoll, Zemen dhe Kolsh ne aplikojmë nxjerrjen me orar, edhe për banorët, edhe për biznesin.
Ti e bën publik edhe në rrjetet sociale dhe kjo ka pëlqyer. Është më rast në gjithë botën me qese. Ndërkohë që ne po përgatitemi bashkë me GIZ për qendër multifunksionale të trajtimit të mbetjeve të riciklueshme. Ata do na japin një situatë tjetër ku do kalojmë në një fazë tjetër që do stimulojmë bizneset dhe banorët që të ndajnë mbetjet e riciklueshme që në shtëpi ose në lokale dhe të na japin ne t'i marrim në një orar tjetër. Edhe këtë e mendon si pikën e fortë apo dobet? Tani do e bëjmë tani. Po nuk e ka bërë askush atë që do bëjmë ne. Ashtu ë. Domethënë është një projekt në vazhdim, Po të shkosh tani në Shëngjin, përveç orarit kur është orari i nxjerrjes mbetërinëve, është akull. Ka në një që mund të mos sillet mirë, por ne jemi duke vendosur kamera, 50 kamera të lëvizshme kemi tani. Dhe kërkesa llogarisë ka qenë e rrept me pastrimin e qytetit. Nuk diskutoj lezhën mob në atë aspekt. Dhe çka ka ndodhur, banorët dhe bizneset kanë reaguar. Pra, ne kemi 3 muaj që bëjmë një fushatë sensibilizuese dhe kanë reaguar perfekt. Kemi qëdu ne në menaxhim, jemi detyruar me korrektu skemën, disa punonjës vinë për punë po ikin se kujtojnë se puna është me morrogën në shtëpi, ka një problem sot. Por jemi duke korrektuar dhe çdo ditë më shumë ne po i përshtatemi edhe në defekti që në vije të re, por që nuk në të përgjithshmen nuk paraqet një problem më. A ke pasur ndonjëherë në vazhdën e turizmit probleme me taksat e bizneseve në vijen bregdetare? Ose me qasjen që kanë kryesisht bizneset ndaj bashkisë? Jo. Nuk ke pasur asnjëherë. Sepse unë bëj konsult me ta. Nuk kam asnjë arsye të mendoj që biznesin lezhë ka është dashakeq. Asë nuk pagun taksa. Ne sot kemi një sistem shumë të harmonik bashkë me biznes. Për shembull, unë kam bërë takim me gjithë operatorët turistik për të shkëmbyer ide dhe për t'i dëgjuar për problematikat që ato kanë dhe ne që duhet të adresojmë së bashku. Nuk ka një sezon turistik që e bën bashkia vetëm. Nuk është e mundur. Nëse nuk je në harmoni me operatorët turistik që operojnë aty, me institucionet e tjera, dhe sot kemi bërë një takim për këtë problem, ka qenë zëvendës ministri i Brendshëm Xhemal Çefalia dhe zëvendës ministrja e turizmit, ka qenë prefekti, kanë qenë drejtori i policisë, kemi qenë gjithë institucionet dhe jemi ulë dhe kemi fol. Pra, janë shtruar problemet që të zgjidhen ato. Unë mendoj se lezha ka vite që ecën një trajektorie pozitive, pakën që mas pandemisë ne ngjitemi, nuk ulemi, si me ul asnjëherë. Për shkak edhe të kombinacionit perfekt natyror që ka lezha, 30 km vijë bregdetare, ka laguna ku në Vajin është perl. Po tamam. Po, ka fush Kodër. Turizëm jashtëzakonshëm. Ka fush Kodër mal, ka objekte historike, ka objekte religjioze të vjetra, ka shtëpinë e Fishtes, ka vendvarrimi i Skënderbeut, ka Kalan. Tani sa kemi vetëm në gjatë kohës time si Kryetar Bashkie ne kemi përru 2 muze. Se shtrohet kam gjuar shumë të thënë zbëjnë muze, në 2 muze, muzeun etnografik dhe sapo kemi inauguruar muzeun arkeologjik në Kala.